Shtëpia e Big Brother VIP Kosova 4 u ndes që në minutat e para të hapjes së derës për Eduard Kuqin, një figurë që tashmë e njeh mirë skenën dhe publikun. Edhe pse vitin e kaluar qëndroi vetëm pak ditë, rikthimi i tij këtë sezon ka pasur një efekt shumë më të fortë, që prej hyrjes reagimet kanë qenë të menjëhershme dhe të dendura, duke treguar se publiku e ka pritur me kureshtje dhe entuziazëm këtë rikthim. Rrjetet sociale janë mbushur me klipet e para, komentet dhe debatet që lidhen me lëvizjet, deklaratat dhe energjinë që ai solli në shtëpi. Pavarësisht se edicioni sapo ka nisur, Edi është kthyer në boshtin kryesor të vëmendjes, duke dominuar diskutimet si brenda, ashtu edhe jashtë shtëpisë. Shikuesit e kanë konsideruar një nga personazhet më intriguese të këtij sezoni dhe shumë prej tyre mendojnë se ai do të jetë forca që do të shtyjë përpara dinamikën e lojës. Performanca e tij deri tani ka krijuar përshtypjen se jo vetëm do të jetë protagonist, por edhe se mund të vendosë ritmin e këtij edicioni. Nëse vazhdon me të njëjtin intensitet, Eduard Kuqi ka gjasa të shndrohet në fenomenin e Big Brother VIP Kosova 4, duke mbajtur vëmendjen e publikut të fokusuar në çdo hap të tij.